Bashkimi Evropian nuk është pale interesuar për ta marrë Shqipërinë në familjen e vetë, për ta pranuar, ndoshta do ishte fjale e duhur. Por na thuaj që na gënjen ke gjithë deklaratat e bukura që japin? Po të keni parasysh në fillim të marsit, zoti McAllister ishte i pari, as Partia Demokratike s'kishte reaguar për zonjën Balluku. Pra duket sikur me zi po priste alibin e mosveprimit të radhës. Përgjithsisht Bashkimi Evropian hesht kur këtu zhvillohen procese dinamike, të cilat me një deklaratë të thjesht mund të parandalohen apo mos shkojnë në, po themi, drejtimin ku efektet janë të pakthyeshme, apo nuk zhbëhen dot më, pra e keqja ndodh dhe zëvend, dhe më shtyn kjo të mendoj që Bashkimi Evropian, ose si thua ata që marrin vendime të rëndësishme në Bashkimin Evropian, pavarësisht shumatore se 28 vendeve, nuk e kanë maturuar brenda vetes tyre një dëshirë e cila do të kulminonte me marrjen e një angazhimit sinqert për të pranuar çfarë. Shqipëria nuk është Turqia, një vend i cili me një, si thua, mozaik vlerash paksa ndryshe do të thosha, apo i gjendur midis, po themi, Evropës si kontinent, Aziz nga ana tjetër, dhe me një, po themi, mori arsyesh që ndoshta nuk prodhon një magnetizëm me patjetër midis Evropës krishterë, Turqisë, jo dhe ai shumë sekulariste, sa që do donin të ishte në kohën e sotme. Shqipëria është një vend i vogël. Ne kemi ngelur efektivisht 1,5 milion banor, që janë praktikisht një popullat që është më e vogël se sa qytetet mesatare europiane sot në vitin 2026. Nga ana tjetër duket sikur ky është një debat titanësh kur e ndjek të komentuar nga, po themi, politikanët tanë, po themi, edhe media kur e raporton me një shqetësim genuin, do të thosha, nuk e fajsoj median, që, po themi, një ngelje në klasë këtu, një kapërcimi pa mundur atje. Shqipëria, unë më duhet ta mendoj dhe të, si thua, ta krahasoj fjala vjen me procesin e antarësimit të Qipros greke. Një vend pra ku, si thua, lufta është prezent, ajo vija e demarkacionit është një shkak i përhershëm lufte. Me Maltën, që nuk thot asgjë, me Liechtensteinin, që nuk thot asgjë, pra me vende shumë pak të rëndësishme se Shqipëria që janë marrë dhe janë kooptuar, pra janë vendosur aty për të qenë pjesë e numrit. Po mirë, atëherë pse Malin e Zi e duan dhe Shqipërinë nuk e duan, nëse po ta shohim në këtë optikë? Ne jemi një vend më i pasur në resurse se sa Mali i Zi, jemi një vend më i madh në territor.